Ray Manaj ka kaluar një situatë as pak të këndshme gjatë kësaj të diele teksa një përplasje në minutat e para të ndeshjes me Sivasspor dhe Göztepe e la pa ndjenja në fushë pasi kishte marrë një goditje në kokë. Lojtari u transportua me ambulancë në spital, por për fat të mirë situata e tij është normalizuar. Mjekët i kanë kërkuar që të kalojë natën në spital në mënyrë që ta kenë në kontroll të vazhdueshëm lojtarin për të shmangur surpriza të pakëndshme. Por që tani Manaj po mendon për kthimin në fushë siç e tregoi edhe në bashkëbisedimin e tij me trajnerin Riza Çalimbaj. Në një video që qarkullon në rrjet dëgjohet Manaj teksa shpjegon situatën e tij dhe prognozën që i kanë bërë mjekët. Pushim 2 ose 3 ditë dhe pastaj stërvitje normale. Shihemi pas 2 apo 3 ditësh, i premton Manaj trajnerit të tij duke i bërë të qartë se dëshiron të kthehet sa më parë në fushë.